Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Sot pranë jush do të vi me një histori shumë të dhimbshme. Me një histori shumë të ndjeshme që bëhet fjalë për historinë e Marietës prej Shkodre. Marieta, deri në ditën e dasmës së saj, nuk e ka ditur që Njerka nuk është nëna e saj. Do me thënë, ajo është rritur me faktin që nëna ime është kjo. Dhe nuk e ka ditur që nënën ajo e ka Njerkën realisht. Marieta kur ka qenë e vogël, kur ka qenë vetëm 2 vjeç, ajo e ka humbur nënën. E ka humbur nënën dhe babai i saj është martuar me një grua fisnike, me një grua heroine e cila atë fjalën që ja ka dhënë në fillime, që unë do të kujdesem për tënde mbi, unë do ta mbaj tënde mbi dhe do ta konsideroj si vajzën time, ajo ashtu ka bërë. Nga martesa me gruan e dytë, babai i Marietës ka sjellur dhe një vajzë në jetë, Ledianën. Dy motra janë rritur me dashurinë më të madhe, duke mos e ndarë asnjërin nga tjetra. Çfarë i ka bler Ledianës 2 herë më shumë Marietës? Sa e ka dashur Ledianën 2 herë më shumë Marietën? Thën ka bërë vepra aq unike, vepra aq madhore sa që vetëm një nën di t'i njeh këto vepra. Dhe kur nuk ja kanë thënë Marietës këtë të vërtetë. Marieta është rritur, ka shkuar në shkollë, në për Shkodrën e bukur, me kaldërma, dhe deri në klasën e 4, pas vështirësive, jetës së rëndë, janë munduar të dy të shkretët punojnë dhe kanë ikur për Itali, për të bërë një jetë më të bukur. Fillimet në Itali, si çdo shqiptar, i kanë patur goxha të rënda, nga ato fillime që do me thënë shpesh herë janë ullur edhe në karrige me pretekstin nëse ne a do t'ja dalim, a do t'arrim ne të marrim atë që ne ëndërruam dhe donim të bënim. Dhe kështu që duke bërë vepra të mira në jetim, duke bërë vepra të mira në një fjalë të dhënë, ato kanë korrur sukses. Marieta është rritur bashkë me Ledianën, kanë mbaruar shkolla, kanë mbaruar universitetet dhe ka ardhur momenti që Marieta të martohet dhe historia nisën këtu. Dëgjoni tani në detaje se çfarë emocioni bukur, por njëkohësisht edhe i dhimbshëm është. Historia e Marietës është e mbushur me emocione të thella dhe zbulime të rënditse, por edhe me forcën e dashurisë që shkon përtej lidhjeve të gjakut. Nëse dëshiron, ta kuptojmë se si reagoi dhëndri dhe si u përjetua kjo nga të ftuarit, apo si ndryshoi marrëdhënia mes Marietës dhe nënës së saj pas dasmës. Marieta u zgjua herët atë mëngjes me zemrën që i rihte fort, nga emocionet edhe stresi i ditës më të rëndësishme të jetës së saj. Sot ishte dita e saj e dasmës. Dhoma ishte mbushur me zhurma të lehta. Motra e saj po rregullonte fustanin e bardhë. Hallat që fërfillonin duart për të bërë gati të gjitha detajet dhe shoqet e ngushta që i përshpërisnin fjalë të ëmbla në vesh për ta qetësuar. Ndërkohë në cep të dhomës qëndronte e heshtur gruaja që ajo kishte njohur gjithë jetën si nën, të paktën si nënën e saj. Një grua e qetë, me flokë të thinjur, e cila kishte një buzëqeshje të zbehtë në fytyrë. Marieta vuri re se diçka nuk shkonte, por nuk e pyeti. Ishte e bindur se emocionet po e pushtonin edhe atë. Kur orët kaluan dhe ceremonia po afrohej, babai i Marietës, një burr i lartë, me një trup zotriu, u futu në dhomë. Ai dukej më i heshtur se zakonisht me sytë e mbushur me lotë. Dhe Marieta, duke mos duruar më, ju afrua dhe e pyeti. Babi, çfarë ke? Sot është dita ime e lumturisë. Mos u mërzi, të lutem.
Por baba i saj thisi thellë frymën edhe me një zë të dëridhur i tha: Mariet, ka diçka që duhet ta dish. Nuk dua që ta mësosh nga të tjerët, por nëna që të rriti nuk është nëna jote biologjike. Nëna jote e vërtet vdiq kur ti ishe vetëm 2 vjeç. Unë u martova përsëri që ti të kishe një figurë amësore në jetë. Në atë moment, Marieta ndjeu sikur koha u ndal, dhe zemra i rau aq fort sa ju duk sikur po i dilte gjoksi nga vendi. Domethënë, në atë momente vetëm Marieta mund ta di se çfarë ka përjetuar, nga që e gjithë bota të përmbyset. Çfarë po thua o babi, i thot. Nuk mund të jetë e vërtet. Ajo më rriti, më përqafoi, më mësoi çdo gjë, thot. Si mund të mos jetë nëna ime? Gruaja që ajo njihte si nën, i u afrua me lot në sy dhe me një zë të mekur i tha: Marieta, unë të dua si vajzën time. Nuk kam qenë kur nëna jote biologjike, por nga dita që të mbajta në krah, ti ishe gjithçka për mua. Marieta e lënduar dhe e hutuar u ul mbi shtratin e saj të dasmës, me fustanin e bardhë që i shtrëngonte trupin, duke mos ditur si të reagonte. Në atë moment, gjithçka që ajo besonte për familjen së saj, për jetën e saj dukej sikur ishte një mashtrim. Ajo qau, por jo nga lumturia e dasmës, por nga dhimbja që sapo kishte zbuluar. Megjithatë, ndërsa koha kalonte dhe ceremonia po afrohej, Marieta u ngrit në këmbë, shiu lotët dhe i tha nënës së saj: Më rrite, më dhe dashuri dhe më mësove si të jem një grua e fortë. Kjo do të thot më shumë se çdo lidhje gjaku. Sot më shoqëron në altar, siç e ke bërë gjithmonë në çdo hap të jetës time. Dasma e Marietës vazhdoi mes lotëve të hidhur dhe buzëqeshjeve të ëmbla. Ishte dita kur ajo jo vetëm që u bë nuse, por gjithashtu u kuptoi fuqinë e vërtetë të dashurisë së pakushtëzuar. Një dashuri që nuk matet me gjak, por me shumë sakrifica edhe përkushtim. E pra të dashur miq, kjo është historia e Marietës. Lum ato fëmijë të cilët qoftë ato të birësuarit, qoftë ato të cilët ndeshen në situata të tilla që nënat e tyre biologjike fatkeqësisht ndrojnë jetë. Kjo është çështje e Zotit, është dëshirë e Zotit, dhe Zoti vendos që ato t'i marrë pranë vetes për t'i graduar në grada më të larta, dhe ato nëna lën fëmijë në këtë jetë dhe lum këto njerëka fantastike që din të bëjnë kaq vepra unike, po lum edhe ato vajza që din t'i vlerësojnë njerëkat kaq shumë. Fëmijën jetim është dhurat nga Zoti, unë kam thënë për të gjitha historitë që kam rrëfyer pranë jush, lum kush e bën të lumtur dhe lum kush i fal momente fantastike. Të rrëfesh historitë të këtilla, më besoj që shpirtërisht futesh në këto ngjarje. Unë do të kisha dhënë një mesazh të bukur. Nëna që të lind është bekimi i Zotit, por nëna që të birëson në këtë rast edhe të rrit dhe të falë të gjitha të mirat e kësaj botës, është amaneti jot kur ti do të rritesh, dhe është amaneti që ty ta mbash, ta vlerësosh edhe t'i dhurosh çdo mirësi. Dhe në fakt Marieta këtë gjë bëri. Marieta sot shumë e lumtur, ajo jeton me vjerën e saj, jeton me burrin e saj dhe ka një marrëdhënie të shkëlqyeshme me motrën Ledianën, me nënën, me babain, dhe shpesh herë flasin për kujtimet e bukura, flasin për momentet e bukura, dhe gjatë bisedës telefonike që unë pata, më tha Tiron, tha, unë në moment kur ma tha në ditën e dasmës, isha e mbushur me shumë emocion, isha e mbushur me shumë dhimbje, sepse po largohesha nga shtëpia e babit, vetëm ato dha që dalin nga shtëpia e babit e di se çfarë është të largohesh,
por tha në anën tjetër isha edhe e emocionuar, isha edhe e gëzuar që kjo nëna që më kishte marrur dhe më kishte rritur dhe më kishte bërë këtë që isha sot, më kishte bekuar dhe nuk më kishte tradhtuar shpirtërisht kur dhe këtë gjë e bëri më smiri. Dhe për këtë gjë ishte shumë falenderuese Marieta dhe sot u jep një mesazh të gjithë këtyre njerëzve që kanë fatin e Marietës që dashuroni dhe bëni vepra të mira sepse njerëzit nuk u vinë kot në jetë, Zoti atë që vendos pranojeni me gjithë dashuri. Ne do takojmë sërish së bashku me historitë e radhës në kanalin tonë.